Është vërtet, ne kemi në faktu nga ora 8, kanë kaluar rreth 15 orë, po vjojmë punën, sigurisht ne i qëndrojmë asaj që ka deklaruar dhe zoti Berisha, që do kujdesemi që çdo vot që është hedhur në kuti, në rastin konkret çdo vot që ka ardhur me zarf në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nga votuesit shqiptar të diasporës, të numërohet, të lexohet dhe të garantohen standardi dhe integriteti më i lartë i këtij procesi zgjedhor, për aq sa mund të bëhet këtu, se sigurisht ka pasur parregullsi, manipulime dhe tjetërsime. Çfarë parregullësish kanë qenë më të rëndësishmet për t'u nxjerrë në pa nga ju? Po, për shembull, po të marrim rastin e Greqisë, tek i cili ne kemi pasur mundësi të flasim edhe më herët, ka pasur disa shkelje flagrante, qoftë akteve ligjore, nënligjore dhe kontratës që operatori i shërbimit postar DL ka pasur me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shembull, në Greqi, në shkelje të kontratës, operatori postar nuk e ka kryer vetë shpërndarjen dhe marrjen në dorëzim të zarfeve materiale zgjedhore, por e ka dhënë me nënkontraktim, megjithëse kishte shprehimi ishte ndaluar. Nga ana tjetër, operatori i shërbimit postar nuk ka garantuar në fakt që zgjedhësi ta marrë personalisht zarfin me materiale zgjedhore, por ka pasur raste kur një person kreti pa autorizuar ka marrë me dhjetra, me qindra, ndoshta raste caktuar dhe me mijëra zarfe, i ka plotësuar dhe i ka dorëzuar duke shkelur kështu në mënyrë shumë të qartë të gjitha, po themi, ato që janë parimet e një procesi të rregullt zgjedhor. Mirë, zoti Celibashi tha që deklaroi që do të kërkojë informacione nga kompania DL për këto zarfe. Ju besoj ju ka kënaqur ky vendim? Jo, ne në fakt këto problematika mi kemi ngritur me kohë, kemi kërkuar jo vetëm që të kërmerren informacione, se informacionet janë një lloj konstatimi, por kemi kërkuar mbi gjitha që të merren masa. Pra, shqetësime dhe denoncime që ne kemi bërë kanë qenë në kohë kur po ndodhin realisht këto problematika dhe kemi pritur që të merreshin masat menjëhershme. E thash edhe sot gjatë ditës, se kam thënë disa herë, ajo që po na kërkohet në beti është kjo. Ne themi pacienti është i smur dhe ka ankesa.